Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do përgatisim petulla pa ves, pa maja, pa qumësht. Atëherë, në një tigan do shtojmë 250 ml ujë, do më thënë një gotë, dhe do shtojmë gjysmë luge gjelle me krip. Më tutje do shtojmë dhe 300 gram miell të përgjithshëm, dhe do t'i përzijmë të gjitha bashkë derisa uji të thahet. Kjo do formohet si kokriza. Pasi bëhet si kokriza, atëherë kjo është gati. Do ta heqim nga zjarri dhe do ta shtojmë në një enë më të madhe për të zënë brumin. Ndërkohë që do zëmë brumin, dhe pse brumi do jetë pak i fortë, mos u friksoni, rezultati në fund do jetë shumë i mirë. Brumin e përgatitur do ta lëmë të pushojë për rreth 20 minuta. Gjatë gjithë kohës do spërkasim vendin me miell dhe brumin e përgatitur do ta hapim pak me shkop pice dhe do ta ndajmë në pjesë. Unë këtu kam realizuar rreth 12 petulla për 300 gram miell. Pjesët e prera të brumit do t'i formojmë në radhë të vegjël dhe do t'i hapim ato gjithashtu me shkop pice. Jo në mënyrë të rregullt, nuk ka asnjë lloj problemi, nuk është të thënë t'i bëjmë në mënyrë perfekte, kështu që mjafton të ketë formën e saj. Kështu do veprojmë me gjithë pjesët e brumit dhe më tutje do përgatisim gati tiganin me vaj për skuqe. Skuqja është një pjesë shumë e rëndësishme për arsye sepse gjatë gjithë kohës duhet të shtoni vaj me anë të një shpatule ose luge dhe ta rrotulloni petullën her pas here, sepse nëse e rrotulloni, kjo do fryhet, nëse nuk e rrotulloni, nuk ka për të fryrë, kështu që nuk do ketë këtë pamje. Petullat në këtë mënyrë janë shumë të shijshme, ndaj ua sugjeroj që gjithëve, pasi dhe procesi i përgatitjes është shumë i lehtë. Atëherë miq, kjo ishte receta për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni t'i bëni kanalit like dhe subscribe për video të tjera. Uroj të jeni mirë bashkë me familjet tuaja. Gjithë të mirat.